Ka 2 ditë që është shpallur thirrja publike për ndarjen e bursave për studentët për vitin studimor 2024-2025. Drejtoresha e Arsimit në Gjakov, Eranda Kumnova Baçi, tha se në këtë konkurs janë të përcaktuara qartë kriteret e përgjithshme dhe ato të veçanta, të cilat studentët duhet t'i plotësojnë për të pasur të drejtë aplikimi. Në konkursin të cilin e ka shpallë Drejtoria e Arsimit për bursat e vitit studimor 2024-2025 janë kriteret e përgjithshme dhe kriteret më të veçanta. Në kriteret e përgjithshme, gjithsesi që të gjithë i dinë, besoj që edhe studentët të cilët duan të aplikojnë, janë që si pikë e parë është që studenti të mos ketë bursë tjetër, domethënë që nuk ka marrë bursë tjetër, të mos jetë përsëritës i vitit akademik, që është shumë e rëndësi, edhe të paraqesin gjithsesi gjendjen ekonomiko-financiare të familjes së tij. Kriteret të tjera të cilat përdoren në bazë kur të bëhet selektimi në komisionin i cili shpërndan këto bursa, si kriter i cili ka më shumë pikë është nota mesatare, e cila duhet të jetë në mes notës 9 dhe 10, apo ose suksesi i shkëlqyshëm, nota mesatare që është pikë 2, që është mes notës 8 dhe 9 dhe kështu me radhë. Domethënë varësisht nga aplikimi të cilën e bëjnë studentët, kriteret vendosen sipas notës mesatare. Mes tjerash, Kumnova Baçi tregoi se bursat do të ndahen për disa profile të studimeve dhe 100 student do të jenë përfitues. Komuna Gjakovës ka ndarë 60.000 euro për bursa dhe parashihen të ndahen 100 bursa për student në 17 fusha të ndryshme studimi. Afati i aplikimit për bursa mbyllet me datën 1 shtatit 2025. Kumnova Baçi inkurajoi studentët që i plotësojnë kushtet të aplikojnë brenda afatit të parapar.